tutët mos pëdes. Ka qef të fitoj këto, të fitoj atje, ta marrë këto, ta shtin gjep ato, të bëj, ta rrej këto, ta traftoj, ta mashtoj, veç të bëj pare. Thojnë ata në shqipni, kapi lekun veç, a me halal, a me haram, s'ka gajle. O insan, Allahu Gjelleshanu para se me le ti, para se mi marrë erë kësaj dunjoje, ta ka shkru riskun bashkë nanës tane. Pse i jep siklet? A me lyp? Po be me lyp, po me lyp me halal. Me halal me lyp. Edhe tjetra, pse tutesh prej dekes, kur Allahu ta ka shkru, kur ta ka dhonë shpirtin, je bon krijese gjallë, të ka ninën ajo të gjallë, Allahu ta ka shkru sa ki me jetu. Pse tutesh? Pse ki frikë? A din që të frikën e dekes, veç e banë ti, ronë në trunin tanë, ronë. Dhe më thonë, ti të njetën ki mutut, ku pëdes, ku bash vezvese, a nuk ki me dekë për para, veç kur ta ka shkru Zote. Pse me banë atë që tut? Ata veç që të e bojtë ronë, frije të e bojtë në trunin tanë, pa lidhje. Edhe të nga mas riskut, haram nëse nga si haram. Veç me bo vetin horë, s'vjen ma shumë, vallaj nuk vjen ma shumë. Absolut. Sa njëri ka menu që trap ka dështu. Sa njëri ka fitu, ka thonë, ju po thoni po që unë e fitova. Në anën tjetër gupi ka kris. Smuja, telashja, sprova, ka ra për toke. Krete ka hargju, veç i ka me të kush, i ka me të gjunaj. Keni kujdes.